Nëse ke shumë ambicie, por je dembel, ke ide, projekte, plane, ëndra për të realizuar, por je shumë rrapa me pritshmëri që ke për veten dhe pritshmëri që tjerët kanë për ty, një forcë anonime pra të bllokon vazhdimisht. Fajson veten se je dembel, edhe pse ke dhënë provat se je i aftë për gjëra brillante, ndonjëherë duke punuar edhe 24 orë pa pushim, në të vërtetë nuk është dembelizëm. Ty të duket ashtu, është diçka krejt tjetër që maskohet si dembelizëm. Në Evropë në vitet 70-80 me sprinterëve, psikologëve dhe gjithë komunitetit nisi të rritej shqetësimi për një dukuri të re. Djemt të rinj nuk donin të martoheshin. Nuk u mungonte as karriera, as mundësia ekonomike, i kishin të dyja. Shkaku ishte tjetër. U desh të ktheheshin pas në kohë, gati një shekull për t'ia gjetur rrënjën. Carl Jung e kishte parë këtë model sjelljeje shumë më herët dhe e quajti puer eternus. Nga latinishtja puer do të thotë djalosh, eternus i përjetshëm, dhe gjithashtu puella eterna, vajza e përjetshme. Djaloshi i përjetshëm ose burri kalaman është një arketip, një prirje nënvetëdijshme dhe si çdo arketip ai ka dy pole. Në polin pozitiv, puer eternus është personi më i këndshëm që mund të takoni, me një mendje brillante, të thellë, kreative, argëtues dhe shumë inteligjent. Partneri më intensiv, miku më genial. Në polin negativ, ai refuzon thirrjen e jetës për të rritur. Fillon një punë projekt me vrull entuziazëm të madh, pastaj fiket e braktis. Fillon një lidhje të bukur intensive, jeton kohë të mira, pastaj sa gjëja kërkon të bëhet pak serioze apo del në vështirësi e vogël, zhduket pa gjurmë. Pueri mban një qëndrim të tipit akoma jo në jetë, se situata e tij aktuale, qoftë puna, qyteti, projekti apo partneri, akoma nuk është ajo që don të jetë në të vërtetë. Dhe me që çdo gjë është e përkohshme, edhe në punë e llogarit me detaje që të bëj minimumin e minimumeve sa për të marrë rrogën. Ka për të studiuar për një provim apo konkurs për një super punë, do filloj t'i marrë me radhë duke pastru lugë, pirojnë, pjata, tapeta, perde, tavolina, vetëm që të shmang atë që duhet të ishte duke bërë. Pastaj fillon duke pastru shkallën e pallatit. Duke qenë se në botën e pambuk të mamas, ai mjaftonte që të bënte disa hapa dhe ajo vinte e takonte gjithmonë në mes të rrugës, bota e vërtet nuk sillet si nëna. Ai bën disa përpjekje dhe sapo gjëja vështirësohet, bota nuk e duar troket, ai heq dorë fare. Këta njerëz e kanë tepër të vështirë të gjejnë punën e duhur, sepse çfarëdo që të gjejnë ka gjithmonë një fije floku në supë, gjithmonë ka diçka të vogël, një tëmet pa përsosmëri që u shërben si justifikim për ta hedhur gjithë gjellën. Këto që thash janë vetëm disa shenja të lehta të puerit. Diagnoza e vërtet, frika se mos u ngrenë kurth, bashkë me të tjera që unë i quaj 9 rrathat e puerit, do t'i shohim të gjithë një nga një sot. Djaloshi i përjetshëm, burri kalaman, nuk është një fenomen modern. Është një prirje psikologjike e analizuar dhe e dokumentuar prej dekadash. Kolegja Jungut, Marie-Louise von Franz, e ka përshkruar me hullësi këtë problem në librin e saj të jashtëzakonshëm Problemi i puer eternusit. Ekspertët e psikologjisë të mbështetur në materiale klinike nga përvoja e njerëzve në 20 vende të ndryshme të botës dhe në mira seanca terapie bien të gjithë dakord. Ky kompleks është një bllokim themelor psikologjik që mund ta marrë në qafë individin. Kjo ndryshe njihet edhe si sindroma Peter Pan. Në harkun e disa viteve kam lexuar me mira faqe që po i përmbledh këto në këtë video, që besoj s'ka të dytë mbi këtë temë në gjuhën shqipe. Të kuptosh puer eternusin do të thotë të mos luftosh me maskën e dembelizmit, të mos rrish në paradhomën e jetës, por të jetosh atë në vetë të parë. Po aq e rëndësishme për ty të kuptosh nëse në jetën tënde, ta kuptosh në kohë, nëse në jetën tënde ke të bësh me një tip të tillë. Tash jemi gati, t'ja nisim me 9 rrathat e puerit? Gati? Jeta e puerit kalon në 9 rrath dhe më i thellë dhe më i vështirë është rrethi i 9, ose jeta provizore, limbo. Pueri është ai burri, djali kalaman që refuzon të rritet, të marrë përgjegjësi dhe të përballet me sfidat e jetës. Ai pret që të tjerët, zakonisht prindërit, t'i zgjidhin problemet e tij. Von Franz shkruan: një njeri i tillë zakonisht ka vështirësi të mëdha për të gjetur punë, sepse çfarëdo që të gjej nuk është kurrë ajo e duhura. Gjithmonë ka një fije floku në supë, edhe gruaja nuk është kurrë ajo e duhura. Është mirë si e dashur, por gjithmonë ka një por që e pengon për martesën apo çdo lloj angazhimi. Pueri pra është më i vetëdijshëm se ç'duhet se kjo jetë është e përkohshme, ndaj nuk i përkushtohet me gjithë zemër asnjë përvoje. Ai e di se fundi do t'jetë një zhgënjim dhe ndarje. Ai është gjithmonë i gatshëm të thotë lam të mirë, dhe kjo përgatitje e përhershme për ndarje bën edhe më probabël fundin. Reagimi tipik
patologjik i puerit është sa ai pa pushim stërvitet për të mos vuajtur, duke e nuhatur dhe paramenduar zhgënjimin që të mos ndjejë dhimbjen e fundit. Por kjo në fakt është një refuzim për të jetuar. Ai futet në reflektim dhe hipervedie të tepruar duke e futur veten në një flusk që e fryu po vetë, e cila është shkëput nga toka. Jungu. Pueri zakonisht jeton një jetë provizore, për shkak të frikës se mos ngec apo kur thohet në një situatë nga e cila nuk mund të shpëtojë. Planet për të ardhmen përhumben në fantazitë e asaj se si do të jenë, si mund të jenë, ndërkohë që nuk ndërmerr asnjë veprim për të ndryshuar. Ai e dashuron pavarësinë dhe lirinë, bezdiset nga kufijnë dhe rregullat dhe çdo kufizim i duket acarues dhe i padurueshëm. Ky qëndrim shprehet edhe në ndjesinë e vazhdueshme se akoma nuk jam në jetën e vërtet. Njeriu pra që jeton kështu ndjen se puna e tij, shtëpia, makina, përpjekjet krijuese apo marrëdhënia e dashurisë nuk janë ende ato të vërteta që dëshiron. Janë thjesht zëvendësuese të përkohshme, derisa të vijë një ditë ajo e vërteta. Jungu e quajti këtë sëmundja moderne evropiane e jetës imagjinare. Jungu prap Pueri e shmang angazhimin dhe përgjegjësinë sepse nuk kërkon një mënyrë jetese të qëndrueshme të rregullt, ai arratiset në botën e fantazisë për ngushëllim përkohshëm, përpiqet të ngjitet sa më larg realitetit duke përfunduar si Peter Pani, djali që surrit kurrë, që jeton në Neverland, vendi ku njerëzit nuk plaken apo mbeten përjetësisht të rinj. Ky kompleks edhe sot është më i përhapur se kurrë. Termi puer eternus nuk është një term që e shpiku Jungu nga asgjëja. Ai e nxori këtë term nga thellësia e mitologjisë. Mitet e lashta flasin shumë për puer eternusin dhe the divine child, fëmia hyjnor, sepse ai ka lindur me një dhuratë të madhe. Është pikërisht ky bekimi i këtij me këtë imagjinatën e pakufishme që nëpërmjet saj ai arrin të thyej kufijnë të botës reale. Ai ka arritur pra të kuptojë diçka më të thellë se njeriu i zakonshëm mbi strukturën e realitetit. Është një dije e palejuar që ua ka marrë zotave. Ai është një Prometej, Dionis, një Krisht. Perëndia e tij mitologjike është Hermesi, i vetmi mitik që mund të lëvizë nga njëra botë në tjetrën, nga aktualja në të përtemen. Ky njeri ka një vizion për jetën pra që është më i madh se realiteti, dhe kjo e bën atë që të mos durojë asgjë që është e zakonshme. Prandaj njësoj si Peter Pani nuk pranon të ulet me këmbë në tokë, të bëhet toksor, por fluturon atje në botën tjetër. Ka më shumë dëshirë për të kthyer në Neverland, ose akoma më bukur në shqip, në Kurkund. Ashtu si Peter Pani, sapo jeta bëhet e vështirë, nuk ka problem, ai strehohet dhe gjen ngushëllim në Kurkund, sepse Kurkundi, fantazia, është një vend shumë më i dëshiruar për të qenë. Gjëja tjetër është se antagonisti i Peter Panit, Kapiten Gremçi, dhe simbolika këtu nuk është rastësore, sepse gremçat janë ato që pueri përpiqet të shmang gjatë gjithë kohës. No strings attached. Jo kufizime kohore, kufizimet që e lidhin, e pengojnë. Këto janë gremçat që ai nuk i duron dot. Mendimet e tij janë plot me por ose akoma jo. Ai shpik arsye për të mos vepruar dhe bën planen për të ardhmen që përhumben në fantazi. Ai e mbars pra fantazinë me projekte që kur nuk nisin. Pra mendja e tij kalon nga një shtatzani te tjetra pa lindur kurrë asgjë. Nuk ka stabilitet as në dashuri, ai është i prirur ndaj lidhjeve afatshkurtra. Dashuria për puerin është më tepër me fokus të vetja e tij, pra ai dashuron më shumë mënyrën se si ndihet pranë tjetrës se sa personin vet. Ai kërkonte çdo grua imazhin e femrës ideale, perfekte, hyjnore, pa tmeta, por sapo zbulon që edhe ajo është një qenie e zakonshme njerëzore, magjia zhduket, zhgënjimi e përpin, dhe ai kalon menjëherë te partnerja e radhës për ta më veshur për të projektuar përsëri atë hyjnoren. Çdo sekondë e jetës së puerit infektohet me nihilizëm, nga latinishtja nihil do të thotë asgjë, kotësi, dhe pikërisht këtë ndjesi të kotësisë, këtë boshllëk të gjithësisë, ai e kthen në një filtr për të parë edhe gjërat më të zakonshme të ditës. Duhet të çohet për shembull për të marrë një gotë ujë, por frenon. Pse ta marr? Qa kuptimi ka? Universi, atomet, molekulat, gjithçka është veç se një iluzion, një zbrazti. Pra kjo e sjell një paralizë, një mosgadishmëri për të ndërvepruar me materien. Kjo mosgadishmëri krijon një tension brenda tij, në pavetdije, që çon në pakënaqësi, irritim dhe boshllëk dhe një urrëtie të fshehtë për veten.
Ai e kompenson këtë boshllëk ama duke kërkuar ekstazën në substanca, në pije, në mejhane, në kumarhane, në sporte ekstreme. Ai e shpërqendron pra veten me këto gjëra për të mbytur atë depresionin e brendshëm, duke krijuar kështu iluzionin e harmonisë me veten. Von Franz shkruan, në të vërtetë për shembull ai çohet në 10:30 ende deri në drek me cigaren në gojë, i dorëzuar ndaj emocioneve dhe fantazive, pasdite planifikon të punojë, por del me miq, pastaj me një shoqe, dhe mbrëmjen e kalon në diskutime të gjata për kuptimin e jetës. Shkon në shtrat në orën 1 dhe dita tjetër përsërit të parën. Në këtë mënyrë aftësia për jetë dhe pasuritë e brendshme shpërdorohen sepse nuk gjejnë dot një rrugë realiteti. Ai ecën në përre fantazish, interesante, plot mundësi, por të pajetuara, ndjen se ka një pasuri të madhe dhe brenda vetes, por nuk ekziston një mënyrë për ta bërë reale. Në rrethin e 8 të puerit është kurthi i fantazisë, me që arrin që të shmangë çdo gremç atje në botën e jashtme, e të mos bjerë në asnjë kurth. Pueri bie në kurthin që më pak e pret, atë të fantazisë së vet. Cili është mekanizmi i kurthit të fantazisë? Shembull, Ardiani është 32 vjeç, punon në një vend që nuk i pëlqen dhe shpesh ndihet sikur është i mbytur prej saj, ndihet i ngecur, si në torturë. Çdo mbrëmje mendja e vërtitet te i njëjti mendim. Sikur të kisha studiuar një deg tjetër, tani do kisha një karrierë të vërtetë. Pastaj fillon të imagjinoj jetën që mund të kishte pasur, si do të kishte bërë një fakultet tjetër, do të kishte gjetur një punë të mirë jashtë, do të ishte njohur me njerëz të tjerë. Në atë fantazia i ndihet krenar i suksesshëm i lumtur, por sapo fantazia zbehet, realiteti kthehet edhe më i ftohtë se ç'ishte. Ai është pra në të njëjtin vend pune, vazhdon edhe 5 apo 10 vite të tjera me të njëjtën pakënaqësi. Ç'a po ndodh këtu? Emocioni negativ, pendesa, turpi, ndez fantazin. Fantazia e zbut dhimbjen për pak qaste, ndihet më mirë, por duke e shuar dhimbjen me fantazi, ajo po shuar në të njëjtën kohë edhe motivimin për të vepruar. Rezultati pra mbetet në njëjtin vend i zbrazët, pa lëvizur më keq se ç'ishte. Në pak fjalë, kur bie në kurthin e fantazisë, mendja jote të jep lehtësim emocional pra nëpërmjet imagjinatës, në vend që ta lejoj dhimbjen në emocionin të shtyj drejt veprimit. Ky është qëllimi i emocionit negativ, të shtyjë në veprim. Emocioni negativ është karburant pra, që duhet të nxjisë të veprosh për ta rregulluar gjendjen tënde. Dhe duke e kanalizuar këtë karburant në mënyrë të gabuar në fantazi, është njësoj sigur ta lësh makinën ndezur aty te oborri i shtëpisë edhe ta mbash me gaz, po pa lëvizur vendit, ashtu siç është, statike. Dhe kur vjen puna pastaj që ke nevojë të shkosh diku, ke karburant për shkuar vetëm deri në gjysmë të rrugës. Elona, sapo ka dalë nga një lidhje gjatë, ajo ndihet bosh, e humbur dhe mendja i kthehet vazhdimisht prapë te i njëjti mendim, sikur mos e kisha lënë të largohej. Sot do të ishim akoma bashkë. Ajo fillon pra të imagjinoj se si do të ishte gjithçka nëse nuk do ta kishin bërë atë zënk aq të ashpër për herën e fundit, se si do të ishin ulur, do të kishin folur me qetësi, do të ishin përqafuar dhe ndoshta tani do të ishin më të lumtur se kurrë bashkë. Në atë skenar të shpikur, ajo ndjen ngrohtësi pra dashuri, butësi, por kur kthehet në realitet është pa aty vetëm, e njëjta, pa bërë asnjë hap përpara. Ajo nuk telefonon, nuk përballet me ndjenjat e saj, nuk reflekton se çfarë nuk ka funksionuar. E gjithë energjia emocionale ka shkuar për të shtrembëruar një të kaluar që nuk ekziston më, për ta kthyer në një version që ajo të ndihet mirë, e pafajshme dhe krenare kundrejt palës tjetër, jo për të shëruar veten në të tashmen. Çfarë po ndodh pra këtu prap? Dhimbja e ndarjes aktivizon nevojën për fantazi. Fantazia jep një lehtësim, një dozë të vogël dashurie imagjinare, por duke e zbutur dhimbjen, ajo shua njëkohësisht edhe motivimin për të përballur me realitetin. Dhe kështu Elona mbetet pezull, as në të kaluarën, as në të ardhmen. Dhe shembulli i fundit, një person tipik që fillon hyn në atë rrugën e zhvillimit personal, shpesh imagjinon se kur të arrijë atë ndriçimin, atë përndritjen e madhe, nuk do të ndiej kurrë ankth, pasiguri apo dhimbje. Në imagjinat, pra ai e sheh veten si një qenie të qetë, të përkryer që i kupton të tjerët pa i gjykuar dhe e do jetën në çdo moment, në çdo sekondë të saj. Ky është prap një kurth i fantazisë sepse krijon një ideal të paarritshëm.
Në vend që të pranoj se ndjenjat janë njerëzore, si pjesë të rritjes, personi fillon të i shtyp ato. Çdo herë që ndihet i zemëruar, i trishtuar apo i pasigurt, mendon se ai është duke dështuar shpirtërisht. Kështu zhvillimi personal shndrohet në një mjet për të shmangur jetën reale, për të mos e përballuar atë. Kurthi fantazor i zhvillimit personal është besimi se përndritja do ta shpëtojë nga toksoria, që është fiks ajo që Pueri dëshiron, të shpëtojë nga toksoria. Njeriu në Bodrum. Shënime nga Bodrumi është paralajmërimi i Dostojevskit. Ai pas se nihilizmi kishte pushtuar shpirtin e trinjve në Rusinë e shekullit 18. Personazhi këtu jeton në një gjendje mizerabël, me të ardhura mezi për të mbajtur frymën në një Bodrum i zhveshur nga çdo lloj ngrohtësie me qira. Por në vend që të përballet me realitetin, ai strehohet në fantazi e ngushëllon veten me fitore imagjinare, me justifikime të vetes. Dhe sa më shumë vazhdon ashtu, aq më i mirë bëhet. Ai paralizohet, bëhet i paaftë të veprojë, i burgosur midis vetdijes dhe përbuzjes për veten. Dhe në fund ndodh diçka tragjike. Ai bie në dashuri me vetë mirimin e tij. Dhimbja bëhet identiteti i tij, pra prova e fundit që ai ende ekziston. Në fabulën e lashtë, astrologu që ra në pus, Thales i Miletit, i njohur si filozofi i parë, humbi në mendime duke parë yjet dhe ra në pus. Si mundet tani dikush të njohë qiellin nëse nuk di se ku ndodhet me këmbët e veta? Pueri pra ka imagjinat të gjallë, nuk është në gjendje t'i kthejë njohuritë në veprim. Si rezultat kemi pezmatim, pezull. Pueri, thot von Franz, Pueri zakonisht duket sikur është në një gjendje përgjumjeje, aq sa shpesh herë ke dëshirë t'i hedhësh një kovë ujë të ftohtë kokës për ta zgjuar. Por kjo është vetëm pamja jashtme. Nëse hyn më thellë, brenda, ai mban një botë fantazie që e ruan si thesar. Dhe tani erdhi momenti që të shohim dragojnë në sy. Pse bota e fantazisë, ky thesar që është kaq i rëndësishëm për Puerin, pse ai refuzon të heqë dorë prej tij? Në rrethin e 7 qëndron thelbi fatal i Puerit. E meta më e thellë e Puerit është se ai s'di të heqë dorë nga potenciali që ka. Ç'a do të thotë kjo? Kjo rrjedh nga kompleksi i mamas. Thellë në pavetdi, ai mban kujtimin e atij mjedisit parajsor, ku gjithçka i vjen të dhuratë nga nëna. Në thelb ai beson se jeta duhet t'i vijë si një dhuratë hyjnore, jo duke djersitur, jo duke vuetur, jo duke riskuar. Nga që është i aftë pra t'i bëj të gjitha, refuzon të bëj një gjë të vetme tamam. Sepse bërja një gjëje të vetme përjetohet si humbje e potencialit për të bërë çdo gjë tjetër pastaj. Dhe humbja e potencialit për të ndihet si humbja e atij mjedisit parajsor të botës së nënës. Pra Pueri nuk do të dalë, refuzon të dalë nga bota e nënës. Kështu i ngjan atij që vjen në Verdall në hallin e aeroportit me 100 porta, por nuk bën embargo, pra nuk hipen të asnjëra. Sepse po bëri embargo të njëra, humb mundësinë për të embarguar tek 99 të tjerat. Po mori avionin për Madrid, humb Amsterdamin, Pragën, Londrën, Parisin. Pra dëshira e tij është mbajtja e të gjitha opsioneve hapur për gjithnjë. Everything, all the time, all at once. Mendoje Puerin si një qelizë staminale pluripotente. Qeliza staminale ka një veti unike. Ajo mund të bëhet çfarëdo, sepse është pluripotente. Mund të bëhet neuron, mund të bëhet muskulaturë e zemrës, mund të bëhet qelizë mëlçie, mund të bëhet qelizë beta në pankreas, çfarëdo. Problemi për Puerin është se në çastin që ai bën një zgjedhje për të diferencuar, për të bërë diçka specifike, ai humbet potencialin e gjithçkaje tjetër. Pra humbet pluripotencën, aftësinë për të qenë gjithçka. Sepse në momentin që e ndan mendjen që të zgjedhësh njërin, do të thotë që duhet të sakrifikosh potencialin për të qenë çdo gjë tjetër. Dhe kjo është diçka që ai nuk do ta bëjë. Ai nuk e pranon pra filozofinë e kurbanit të sakrificës, si mënyrë prej të cilës vjen mishërimi, jeta në realitet. Ashtu si në biologji, edhe në shoqëri, qelizat staminale pluripotente janë shumë të rëndësishme. Pra Pueri, ekzistenca Puerit në shoqërinë tonë është e rëndësishme. Pueri duhet në shoqëri për të sjellë atë energjinë krijuese, freskinë e rinisë djaloshare, por jo të jenë të gjithë Puer, apo ti të mbetesh gjithmonë një i tillë. Jungu. Jeta na thërret drejt pavarësisë
Dhe kushdo që nuk i përgjigjet kësaj thirrjeje për shkak të frikës fëmijërore do të përfundojë në neuroza. Dhe sapo kjo të ketë shpërthyer, ajo bëhet një arsye gjithnjë më e vlefshme për të ikur nga jeta dhe për të mbetur përgjithmonë në atmosferën moralisht helmuese të fëmijërisë. Pasojat e kësaj pra cilat janë? Bllokim total në jetë, ndonjëherë deri në moshë të rritur, një përçmim i fshehtë për veten, për shkak të këtij kontrastit të madh midis asaj që mund të ishin dhe asaj që vërtet janë. Është kontrast i madh dhe nuk e durojnë dot. Në përditshmëri kjo vihet re të një brez të rinj të cilët jetojnë me prindërit ose që vazhdojnë të tentojnë karriera, marrëdhënie, lidhje ose pasione pa u angazhuar kurrë plotësisht, por vetëm për ciptazi. Një moment më erdhi kështu komplet e vedishme, thash me vete, o Zot, këto janë fiks ata fëmijët e talentuar, janë kjo gjenerata Z, një brez i ngecur në lojra kompjuterike, ku potenciali i tyre realizohet në fantazi, jo në realitet. Gaming pra, lojrat kompjuterike janë kurthi perfekt, sepse të japin atë ndjenjen e arritjes të progresit, të fuqisë, por të gjitha janë në fantazi, në piksela. Asgjë prej kësaj nuk mishërohet në jetën reale. Ky është dështimi pra për të nisur jetën, të ngecur gjithmonë në loading screen, loading. Në rrethin e 6, puerternësit i shohin individët e tjerë të cilët janë të përkushtuar ndaj roleve tradicionale të rriturve, si karriera, rutina apo marrëdhëniet afatgjata, sikur janë persona të kapur nga sistemi. Kjo mënyrë të perceptuari është thelbësore për të ruajtur jetën provizore të tyre pra, të puerit dhe ndjesinë për t'i dhënë vetes një ndjesi superioriteti. Frika e puerit është kufizimi pra dhe përkushtimi, sepse mos harro ai është zogu hynor, perëndia zog, dhe kufizimet ka fazet janë të merri i tij. Ai nuk mund të angazhohet sepse tmerrohet se do të mbyllën dyert e jetës dhe do të ngecë në realitetin e mërzitshëm të përditshmërisë. Mendimi që të bëhet si plebejt, një njeri i zakonshëm që punon 9 me 5 apo 8 me 4, që bën biseda boshe në zyrë është diçka që nuk e duron dot. Qyqja, unë më shkuta ajo zyra me reflektor të prishun, ku bëhen muhabete banale, apo me nejt në radhë, në resht me tjertë si me qenë dele e sistemit. Ky refuzim tregon një përbuzje të thellë ndaj të qenit i zakonshëm. Jeta e të rriturve pra të përkushtuar në role tradicionale shihet si një ekzistencë monotone e mërzitshme. Për ata që janë në këtë kompleks, jeta vetë, realiteti ekzistencial përjetohet si burg. Pueri e ruan distancën shumë mirë, duke besuar se zotron një kuptim të thellë dhe mangësitë e ekzistencës dhe të shoqërisë në tërësi. E din më mirë pra, individët me këtë psikologji janë shpesh plot me ide dhe e din gjithçka që nuk shkon në shoqëri. Ata besojnë fort se ata i din më mirë gjërat se sa ata të tjerë që janë të përkushtuar. Bota është e prishur, ata mendojnë, ata janë shpesh analistë të shkëlqyer, nuk e mohoj, dhe intelektualisht brillant. Por argumentojnë se bota është shumë e çoroditur dhe nuk ja vlen që të merresh me të, duke e parë si humbje kohe çdo përpjekje për ta përmirësuar. Ky qëndrim filozofik maskon refuzimin për të angazhuar apo për të marrë përgjegjësi për jetën e vet. Në rrethin e 5, misioni i jetës së puerit është të shmang punën e vështirë me çdo kusht. Ose sa po një punë të filloj të ndihet si e vështirë, braktisja e saj sa më shpejt është gjëja më e mirë. Cila është filozofia tani që përdor pueri për të shmangur punën e vështirë? Arsyeja themelore e rezistencës ndaj përpjekjes buron nga përjetimet e fëmijërisë prap të lidhura me kompleksin mamas. Ai kujtimi i hershëm se bota dhe lumturia mund të merren vetëm si dhuratë nga nëna. Pra bota duhet të jap gëzim atyre pa përpjekje, pa punë, pa vuajtje, pa riskuar asgjë, ashtu siç bënte dikur nëna. Ideja se lumturia duhet fituar përmes përpjekjes përjetohet si një tradhti pra ndaj atij bashkimi me nënën. Kjo rezistencë ndaj punës së vërtet shfaqet në forma nga më të ndryshmet. Njëra prej tyre është padurimi, kur gjërat sapo fillojnë të bëhen vështira, dorëzohen shpejt dhe kalojnë në diçka tjetër, pastaj prap në diçka tjetër, hop. Pra, nëse ti jep një lopat një pueri dhe i thua, po hape një grop 2 metër thellë del naftë. Në kohën kur do të kthehesh, do gjesh të hapura 10 gropa me nga gjysmë metër dhe asnjë pikë naftë. Shpesh herë pueri nuk kam qejf ta quaj perëndia e punëve të braktisura.
sepse ata e dashurojnë këtë gjë. Është natyra e tyre, mos harro. Peter Pani lëviz sa nga toksoret, sa në fantazi, në Neverland, në Kurkund. Pra, ai është këtu, duke qarkulluar në gjendjen e midis avullit, fantazisë dhe akullit, konkretizimit, që është në mes ujë, gjendja e lëngët. Pra, sepse uji është i lirë, i pa kufizuar, rrjedh nga do. Pra, nuk i mbaron punët sepse dashuron këtë stadin në procese sipër të gjërave dhe i do që të mbetin ashtu në atë stad. Teknika tjetër që përdorin për të shmangur punën e vështirë janë heroizmat e kota. Një shembull i spikatur i aktivitetit heroik për të shmangur përgjegjësinë e zakonshme është rasti i famshëm i një pueri, i cili kishte shumë vite që merrej me alpinizëm. Ai e urrente aq shumë idenë e mbajtjes së çantës së shpinës, saqë u stërvit me frymëmarrje murgjish dhe që të rrinte pa ushqim dhe të duronte të ftohtin vetëm për të mos mbajtur çantën peshën në shpinë. Kështu bën edhe pueri nganjëherë një jetë heroike vetëm për të shmangur atë që është i detyruar të bëjë një njeri i zakonshëm. Ata pra janë të aftë për heroizëm dhe mund të bëjnë gjëra të pabesueshme që të duken të jashtëzakonshëm sepse egoja e tyre ushqehet me idenë se u afuta plebejve. Ose ai studenti që lexon 15 libra filozofie për motivimin, shikon 50 video për produktivitetin, por nuk hap dot librin e fizikës për të llogaritur forcën e fërkimit midis dy trupave. Pra bëhet efektiv, tepër i përpikt dhe jashtëzakonshëm në kryerjen e punëve që mund mos kryen fare, pa asnjë problem. Një shoku im më thoshte shpesh që ma thot prap biles, thot, on kam shumë raste që punoj s'ditë ndalem dhe në raste të tjera, çfarë do lloj teknike produktivitetit përdor nuk më ndes dot dëshira. Dhe gjëja më e bukur është se këtij shokut nuk kam nevojë fare që t'i kthej përgjigje unë, sepse ja ka dhënë përgjigjen dikush tjetër gati 100 vjet përpara. Von Franz. Puna është ajo fjale pa këndshme që asnjë puer eternus nuk do që ta dëgjoj. Puer eternus mund të punoj kur është i magjepsur ose në një gjendje të madhe entuziazmi. Atëherë ai mund të punoj 24 orë pa pushim, madje edhe më gjatë, derisa të rrëzohet. Por ajo që nuk mund të bëj është të punoj në një mëngjes të zymt me shi, kur puna është e mërzitshme dhe duhet t'i japësh një shqelm vetes për të luajtur nga vendi. Kjo është ajo që zakonisht puer eternus nuk arrin ta përballojë dhe do të përdor çdo lloj justifikimi për ta shmangur. Në rrethin e 4, pueri është totalisht alergjik ndaj marrjes së përgjegjësive. Ai nuk është i gatshëm të sakrifikojë asgjë pa pasur garanci të plot fitimi paraprakisht, përpara se sa të paguaj koston. Kur shohin se ekziston një mundësi e vogël që diçka mund të dështojë, ata përdorin një teknikë geniale: perfeksionizmin. Perfeksionizmi që shfaq puer eternus është një mekanizëm mbrojtës thelbësor që funksionon si mungesë vullneti për të marrë përgjegjësi e maskuar me shumë kujdes. Perfeksionizmi pra është një murojë psikologjike e ndërtuar për të mbrojtur egon. Shembull tipik: Marku dëshiron të fillojë një podcast, ka idenë perfekte, temën perfekte, e di se çfarë do të flasë në të, por mikrofoni që ka nuk është i mirë mjaftueshëm. Duhet të mësoj më shumë për video editing. Logoja nuk është akoma gati. Duhet të lexoj edhe 5 libra të tjerë për temën e parë. Kalojnë 2 vjet, asnjë episod, por podcasti i Markut nuk ka dështuar sepse nuk ka filluar kurrë. Në kokën e tij ai është ende dikush që do të bëjë një podcast të mahnitshëm. Potenciali pra mbetet aty, i pashndërruar në realitet. Dhe ku është paradoksi këtu? Marko ka shpenzuar më shumë kohë duke përgatitur në mendje podcastin se sa do t'i duhej kohë për të bërë 10 episodet e para. Pra nuk kemi asnjë episod që ekziston në të vërtetë në botën reale, sepse podcasti nuk ishte kurrë qëllimi. Qëllimi ishte të mbetesh përgjithmonë ai që është duke u përgatitur për diçka. Funksioni kryesor i perfeksionizmit të pueri është vetë mbrojtja ndaj zhgënjimeve apo dështimeve të mundshme që sjell realiteti, është normale. Logjika është thjesht pra dhe e vetë justifikueshme. Nëse nuk provoj kurrë, nuk mund të dështoj kurrë. E bukur apo ja? Duke pritur pra apo duke pretenduar rrethana të përsosura apo ekzekutimin perfekt. Dhe kështu ata krijojnë një arsyetim të brendshëm për veten e tyre për vonesa mosveprime, duke mbrojtur egon ndaj çdo kritike apo zhgënjimi. Pra, je aq i friksuar të provosh, sa që preferon më shumë dështimin e sigurt nga mosveprimi se sa të kesh një mundësi suksesi. Perfeksionizmi i puerit vret 2 zogj me të njëjtin gur, sepse suksesi është po aq i rrezikshëm sa dështimi, nga që të dyja e lidhin me realitetin.
nuk provoj, nuk dështoj, nuk kam përgjegjësi. Nuk provoj, nuk kam sukses, nuk jam në një pozicion që të më gjykojnë. Sukses do të thotë rikthim kapje nga realiteti. Tani do të vazhdosh me përgjegjësi të reja, tani ka pritshmëri, presion të ri, tani je në sistem, tani nuk mund të thuash më po të doja, do të mund ta bëja. Prandaj pueri qëndron gjithmonë te pragu i derës, duke u përgatitur të hyj, por duke mos hyrë kurrë. As brenda, as jashtë, as i dështuar, as i suksesshëm, as i vdekur, as i gjallë plotësisht. Limbo perfekte. Në rrethin e tretë, puer eternus shpesh vepron me një ndjenjë të rrem superioriteti dhe me një qëndrim arrogant ndaj të tjerëve. Unë nuk jam si të tjerët. Kur të vi koha ime do ta kuptojnë, do ta shohin ata. Kjo megalomani shfaqet përmes idesë së gjeniut të fshehur. Pueri shpesh bëhet megaloman duke e parë veten si dikush i veçantë dhe i jashtëzakonshëm. Pra një gjeni i fshehur apo filozof i ardhshëm i madh, po pa asnjë produkt konkret. Kjo fryrje e tij mund të zgjerohet akoma më tej nëse ushqehet prap nga mendimi i fshehtë se një ditë ai do të shpëtojë botën. Dhe për shkak të kësaj, ai mendon se jeta tani i ka rezervuar atij një shpërblim të madh për këtë, një thesar apo një jackpot që do i vidisi një ditë. Për ta ilustruar këtë, na ndihmon një rrëfim i Charles Dickens, The Bleak House, shtëpia e zymt. Në qendër të këtij rrëfimi është një proces gjyqësor pafund mbi një trashëgimi të madhe. Askush nuk e di me siguri kujt i takon kjo trashëgimi, por të gjithë trashëgimtarët shpresojnë se një ditë ata do të bëhen të pasur. Disa breza madje vdesin duke pritur këtë pasuri të premtuar. Mes tyre është edhe një djalë i ri që nuk ka bërë asgjë produktive në jetën e tij, nuk ka trashëgimi nga askush, por mendon se ai e meriton atë thesar, ai do ta fitojë. Kështu ai rri pezull në jetën e tij midis imagjinatës dhe realitetit, duke besuar se një ditë shpërblimi do të vijë dhe jeta e tij më në fund do të fillojë. Pritjes së gjatë vjen fundi, gjykata vendos, trashëgimia i takon pikërisht atij djalit. I magjepsur nga fati që e shpëtoi nga mundimet dhe përgjegjësia në jetë, ai paraqitet për të tërhequr pasurinë. Pas llogaritjes së shpenzimeve gjyqësore, që ishin grumbulluar me dekada, vlera e mbetur e pasurisë për djalin ishte e barabartë me 0. Kjo është për të treguar që edhe nëse atëherë ai shpërblimi imagjinar realizohet, ai bëhet një Elon Musk i botës, shpëtimtar, ka për të qenë shumë vonë. Në rrethin e dytë, pueri e sheh me dyshim pushtetin. Edhe në botën akademike sot dëgjon shumë diskutime për pushtetin, shumë pak prej tyre flasin mirë. Është shumë interesante kjo. Shumë njerëz mendojnë se një burr nuk duhet të dëshirojë pushtet, sepse nëse bëhet i pushtetshëm, atëherë domosdoshmërisht do të bëhet një njeri i padurueshëm, abuzues. Kjo është fiks filozofia dhe psikologjia e puerit, sepse pushtet do të thotë potencial. Dhe ai nuk do që ta shfrytëzoj potencialin e tij, sepse ajo që ndodh është kjo. Nuk kam pushtet, nuk kam përgjegjësi. E bukur apo ja? E gjitha ka të bëjë pra me çfarë bën njeriu me potencialin e tij, përfshirë edhe potencialin për pushtet. Problemi nuk është që do të jem më etik nëse s'kam pushtet. Në fakt njerëzit pa pushtet nuk janë as pak më etik se sa ata me pushtet, thjesht kanë më pak mundësi që të bëjnë dëme. Kështu etika e puerit është thjesht një alibi për mos veprimin. Më tregoni dikë që ndihet i pafuqishëm përballë një figure autoriteti dhe unë do t'ju tregoj një puer. Nëse sa herë të flasësh me shefin apo me dekanin dhe ndjen se fuqia jote zhduket në pranitë të tyre, kjo ndodh për shkak të një projeksioni të pavetdijshëm. E vetmja mënyrë për ta shëruar veten nga kjo është të krijosh një lidhje të fortë të vetdijshme me këtë arketip, në mënyrë që të mos ndihesh i çfuqizuar në praninë e kujdo që ka autoritet shoqëror. Në rrethin e parë, pueri i mban me shpresa të rreme të tjerët. Pueri pra ose perëndia e punëve të lëna për gjysmë, perëndia e ndërmjetësisë, Hermesi, perëndia që i nis gjërat dhe i mban në atë gjendje potenciali staminale, krijuese, burimore, pluripotente. Me fjalë të tjerë, Peter Pan mbetet një cilësi e imagjinatës, duke refuzuar mishërimin në ciklet e jetës njerëzore, sepse mishërimi kërkon sakrificë dhe ai friksohet nga sakrifica, sepse sakrifica për të do të thotë tradhti ndaj nënës. Kjo është arsye pse i friksohet. Ajo që ai kërkon është një jetë jashtë të zakonshmes. Gjetja e një jete tjetër pra, e një jete të re, ajo e kurkundit, e fantazisë,
Ai nuk e pranon se përmes vuajtjes dhe sakrificës kurbanit njeriu fiton në jetë në vend që të humbas. Nuk don pra që të marr pjesë plotësisht as te jeta, as te vdekja. Mendon se me mënyrën e re që ka gjetur për të shmangur jetën, kështu do të mund të shmangë edhe vdekjen. Kjo bëhet e qartë mrekullisht te libri i vërtet i Peter Panit, sepse Disney i ka bërë një shërbim të tmerrshëm njerëzimit, duke e paraqitur Peter Panin vetëm anën e tij pozitive, por jo hijen e tij. Fragment nga libri. Të vdesësh do të ishte një aventurë jashtëzakonisht e madhe. Peter Pan gjithashtu, diku tjetër në libër, të jetosh do të ishte një aventurë jashtëzakonisht e madhe. Të dyja pra mbeten në kohën e ardhme, dhe ai nuk bën asnjërin, i kapur përgjithmonë nga perspektiva e egos në një botë përrallash. Pueri është 25 vjeç dhe luan video games 5 orë në ditë. Ndoshta është 30, në disa raste është i martuar dhe me fëmijë. Nëse je vajzë, grua, lidhja me puerin ndihet gjithmonë si një gjendje pezulli, sepse ai të jep shumë dashuri, i jep shumë bukuri lidhjes, por e mban zvarr aty në limbo, nuk konkretizon asgjë. Dhe po, kjo tjetra është më e rëndësishmja, një puer nuk i mbyll dot përfundimisht lidhjet e tij finale që ta pres. Ai mund të bëhet indiferent me ty për ca kohë, mund të mos komunikoni për disa muaj apo vite, por ai e lë gjithmonë opsionin e hapur që të rikthehesh. Nuk e mbyll përfundimisht portën, sepse është i paaftë të sakrifikojë lidhjen përfundimisht. Kështu që ti mund të rikthehesh kur të duash, pa asnjë merak, je mirëpritur, por gjithmonë në atë gjendjen e ndërmjetme. Sa po ti kërkoni që të bëhen gjërat serioze midis jush, ai do të shohë në ty kapiten Grimçin. Dhe menjëherë do të fluturojë në kurkund për të rikthyer më vonë në një lidhje të re, ndërkohë që vitet tua të humbura nuk kthehen më. Prandaj, nëse je një vajzë që do të që ta njohësh me detaje psikologjinë e puerit, mos e humb këtë video dhe materialin që do të shohim në vijim, sepse kjo është pikërisht ajo që do të bëjmë, shërimi i puerit. Kështu pra, kemi një djalosh apo burr që ka vlera, një mendje brillante, që gëzon respektin e gjithëve për potencialin që ka, dhe ai është vërtet i denjë për këtë respekt. Por kjo ideja që ta ruaj potencialin për më vonë për një jetë tjetër, jo për këtë këtu, është një kurth i rrezikshëm që ka glabëruar shumë jetë geniale. Von Franz është paksa e ashpër me puerin, Jungu është më pranues, më i butë, por të dy bien dakord se pa mishërim potenciali mbetet fantazi. Tani pyetja që pres nga ti është kjo. Po për Puelen, Puela eterna, vajzën e përjetshme, nuk na thej asgjë për të. Dhe përgjigja ime është se ajo kërkon vëmendjen dhe kohën që i takon në videon e radhës bashkë me shërimin e puerit.